Gjithçka filloi nga një edicion lajmesh, ku gazetari anonçoi edhe një femër tjetër e vrarë nga duart e bashkëshortit të saj. Më pas vijoi një kronikë e shkurtër lidhur me ngjarjen. Në ato çaste më goditi në shpirt shprehja edhe një femër tjetër. Me sa duket, femrat e vrara nga bashkëshortët e tyre në këtë vend janë kthyer në shifra. Pas ditës dhe të nesërmen, gjatë gjithë ditës prita reagimin e shoqërisë civile, një protestë në shesh apo diçka tjetër. Asgjë nuk ndodhi. Kjo heshtje më revoltoi. Mendimet që më vinin në kokë ishin si është e mundur. Si është e mundur që një njeri, një femër të vritet dhe askush të mos protestoj. A thua nuk është ajo një person? A thua nuk ishte dikur ajo një vajzë e vogël, dritë syve të prindërve të saj? A thua nuk u rrit me ca ëndra të bukura për të gjetur dhe ajo dashurinë? Ndoshta ajo e gjeti dashurinë e jetës së saj. Ajo martua e madje krijoi familje. Po atëherë, pse heshtim kur ajo vritet? Fenomeni i femicidit është një problem i shoqërisë shqiptare. Ne duhet flasim për këtë. Ne duhet themi mjaft. Lexojeni këtë libër. Disa do të shohin veten si në pasqyrë, e disa të tjerë do të marrin guximin për të shpëtuar jetën e tyre. Lexojeni dhe diskutojeni në familje dhe shoqërinë tuaj.